Diplomatja më e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas paralajmëroi se Rusia nuk ka nevojë për garanci sigurie, duke theksuar se Kremlini nuk është nën kërcënim. Në të njëjtën kohë ajo nënvizoi rëndësinë që Ukraina të ketë trupa të vërteta, aftësi të vërteta për të siguruar mbrojtjen e vendit dhe për të parandaluar një pushtim të ri nga Moska. Kallas paralajmëroi gjithashtu se Donbasi nuk është një objekt territorial, por një hap strategjik që mund të çojë nën kontrollin e mëtejshëm rus mbi Ukrainën. Nëse ai merr Donbasin, atëherë kështjella është shëmbur dhe pastaj ai patjetër do të vazhdojë me marrjen e të gjithë Ukrainës. Dhe nëse Ukraina bie, atëherë rajone të tjera janë gjithashtu në rrezik. Ne e dimë këtë nga historia dhe duhet të mësojmë nga historia, tha ajo në Bruksel para një takimi të Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-s. Negociata për paqe të ndërmjetësuara nga SBA-ja në presidentin Donald Trump po zhvillohet ngadalë. Trump ka arritur presionin ndaj presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky për të pranuar kompromisën e dhimbshme, ndërsa Rusia mban epërsi në fushën e betejës. Sipas ekspertëve, presidenti amerikan po kërkon një zgjidhje të shpejtë për një konflikt që fillimisht kishte premtuar ta mbyllte menjëherë në fillim të mandatit të tij të dytë, duke paraqitur veten si paqebërës. Megjithatë, Kievi dhe aleatët evropian po përpiqen të koordinojnë një qendrim të bashkuar duke mbrojtur interesat e Ukrainës dhe duke shmangur shpërblimin e Rusisë për agresionin e saj. Europa është gjithashtu në prag të finalizimit të një plani për menaxhimin e aseteve të ngrira ruse, duke përfshirë mënyrën se si ato mund të përdoren për financimin e rindërtimit të Ukrainës pas përfundimit të luftës. Kallas i quajti këtë javë si një javë vendimtare për sigurinë dhe mbështetjen financiare në Ukrainë, ndërsa Kremlini ka akuzuar BE-n në vjedhje të aseteve ruse, duke rritur tensionet diplomatike.